Një defender që është duke u zhvillu në Kosovë, mos mi pengu ushtarët e huj, ushtarët e natës dhe të këforit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Jemi arritëm në fund protestës, jemi të kënaqur me efektin e protestës, me pjesëmarrjen e protestës. Dëshiroj të kërkoj mirëkuptim prej qytetarëve të Republikës Kosovës nëse kanë pas pengesa gjatë këtyre 2 orëve. Po ashtu dëshiroj t'i falenderoj policinë e Kosovës për bashkëpunim sinqert, të mirë, edhe që se kemi pas një ekces më të voglin të mundshëm, dhe kjo e dëshmon atë qëllimin tonë që kemi qenë për protestë paqësore. Kërkesa jonë jetë që institucionet e vendit të reflektojnë, na t'i mundsojnë biznesit një fazë të tranzicionit, as ma shumë, as ma pak se sa e kanë pas bizneset në vendit të rajonit dhe më gjerë. Kështu që kërkojmë që të reflektojnë, nëse nuk do të ketë reflektim, ne do të vazhdojmë, Këshilli Protestues do të takohet, do të shohim për hapa tjetër që do të njoftoni me kohë. A do të ketë protesta të tilla apo do të ketë protesta më të mëdha? Shiko, nëse nuk do të ketë reflektim, protestat do të shkojnë duke u radikalizuar. Arsyeja ka qenë për shkak defender që është ushtrimi defender që duke u zhvilluar në Kosovë, dhe ne kemi thonë që kjo është vetëm së dita e parë e protestës. Mirë, po nuk kupton kjo që në tarmë nuk do të bllokohet protestën e radhës.